kemi në kuzhinë, mirëmëngjesi edhe një herë. Mirëmëngjes. Të herë për t'ju sjell një shije, një aromë të mirë, recetat cilat janë të thjeshta në përbërësit e tyre, por janë shumë të shijshme. Kështu kemi zgjedhur dhe sot apo jo? Faktikisht si në dukje dhe si në padukje, si në brëndësi. Mos po e nisim me ndonjë të ëmbël? Po me një të ëmbël, veni me një të ëmbël. Si u hap dhe koha sot edhe hapet koha dhe të gjitha shapur koha sot. Po edhe mesjavë është, mesjavës është kulmi i energjive javore, fillon përsëri me një çlodhje, arrin një kulm, pastaj vjen edhe ulet ajo. Po besoj se ne nga mbasditja themi, ejte e premte. Unë që në mëngjes kur çam, iku them sot. Iku e mërkura, do të kose, o mama, do të dojmë përse koha s'kemi nisë, iku them unë. Sepse ne e quajmë të mbyllur kur gjithçka është rafinuar, në kuptimin që ka mbaruar përcaktimi i recetave, i temave, i të ftuarve dhe ajo nuk quhet pastaj realizimi. Këtu është ajo kënaqësia që ne marrim gjithmonë. Atëherë, kjo kënaqësia që të bëjmë këtë revanin me... Revanin do të bëjmë sot. Sa mirë. Një revanin tradicionale. Me bajame, nëse ne duam për shembull, edhe pse mos e duam, direkt vendos pak ujë të nxehtë. Ja. Tek bajamet nuk dua që të largoj lëvorën, absolutisht. Unë për shkak se Albana kam alergjinë ndaj lëvorës. Ke alergji? Po, do kam kruajtjen e qelzës. Por, si ja bën? Tani me konsumon apo tu urinu duke filluar gjona të tepra. S'kemi çfarë bëjmë. Se kam pasur asnjëherë praktikisht të problem, por ja që tani unë kam gjysmën. Po mirë, mund ta heqësh. Mund t'i bësh ato fërkimin e bajameve dhe i largon lëvorën. Jo, pa qëllim, thash po vendos ujë, por ju për këtë recetë, pra kush ka problem si puna ime, vendosim pak ujë, i lëm shumë gjatë, jo kaq sa do t'i lë unë. Kjo është thjesht unë e tregoj. Me një pecet, heqim gjithë derisa heqim gjithë lëvozhgën derisa del shumë herët. Po të duam ne mund të shtojmë edhe pak fare limon. E ruajmë akoma edhe më mirë. Shiko, ky proces pra i vendosjes së bajameve, i frutave të tjera të thata, i arroreve përgjithsisht në ujë, nuk është vetëm për këtë proces që sapo e the që ti e bën sepse të shërbem për të konsumuar dhe pa patur ato probleme shëndetësor. Por duke lënë për gjithë natën në ujë, ato lëshojnë dhe më mirë ato vlerat e tyre. Kështu që është mënyra më mirë për të konsumuar, ti lëm të zbuten pak në ujë dhe janë më të shijshme mendoj unë, po edhe më të shëndetshme. Tjetër çfarë ka për revanin? Jo, ai është këtu. Sa të rritë pastaj sheqerin, pastaj lexoj çik ato gjërat tak se kam më doli një punë, nuk e di. Tani unë me lejen e regjis ëmbëlsirë me niseshte dhe bajame. Ti revani apo revani tamam? Revani, më se revani. Revani që thon më së miri tradita dhe kjo recetë, për cilën ju duhet 350 gram niseshte, 300 gram sheqer. 1 litër ujë, 4 lugë gjalp të shkrirë, 80 ml vaj ulliri, 80 gram bajame të pjekura të pastruara. Për pjesën e sipërme, që revania pra ëmbëlsira të mos qahet, ju duhet 1 lugë niseshte, 2 lugë gjellëkos, 1 lugë çaj sheqer. Tani le të veprojmë me cilën të parë, me pjesën e parë apo me të dytë të recetës? Direkt në ujë. E ngrohur shtoj niseshten. Tani ajo do në qika të punën mekanike që të mos pokrizohet, të mos cimentohet në fakt, që të pokrizohet, se niseshtja e pak Disi e tillë e kokrizuar është hasudja. Dhe hasudja është e ndarë në 2 pjesë, siç veprojnë anvisat, të jugut apo të juglindjes. Jap një përzgjerje shumë të mirë, sikurse pjesën të gjalpin dhe pjesën gjalpi shkrir i tretur dhe vaj ulliri. Jo pa qëllim, e kam lënë në këtë ngjyrë që mos jetë komplet e zbardhëllyer. E pa ngjyrë.
kur thonë e pa ngjyrë, e pa shije. Një përzgjerje shumë të mirë dhe e vendos sërish në nxehtësi. Vendos pak ujë të lutem. Do të shtoj, po, gjysmën e masës së sheqerit. E përzije mirë. Kaq të rregullojmë çik të rregullojmë bukur ty. Po të s'kemi kopas. Se tani vetëm recetat që kanë nevojë për prezencë patjetër. Moj. Me jeleke, me kombinime, me ngjyra nuk e di sa veshje bavareze të ndodhen në Sa të duash kam, vetëm fuqi të kem për t'i blerë dhe për të folur. Atëherë, një përzgjerje shumë të mirë. Tani, nëse ju shikoni këto kokrizat, po të doni me një blenderin, edhe jepni një masë shumë të dur, sepse s'ka vend për mërzitje. E marrim dhe në blenderin, sa e marr pak më vonë. E marr pak më vonë, po patjetër. Si krem pastaj. Do të shtoj masën e kosit. Pra përdorim të kosin tradita sot. Që është si kosi që ka pak që ka dhe pak astësi, si dikur. Si kosi që mbart histori, ajo shia e dikurshme. Pakës 27. Kjo është tani pjesa e sipërme, që kur ta pjekim, ëmbëlsira të mos qahet. Po të duam ne, normalisht mund të shtem dhe një vezë. Po të duam ne, në recetë nuk e kemi, po i shtem edhe një vezë. Dhe unë për shembull, kur i tha, o gjyshta, si mund të bëj unë, tha, unë jam akoma i vogël, nuk di si të veproj, kur unë kam një problem, kur unë kam nevojë. I tha, ti të nevojën, vezën të lutem. Opa, e mora. Shkoj të pularia, nuk e të marri. Dhe kjo pularia e shkret që Andronike e thos shumë mirë. 10 vezët e jetës nga Ovital. Dhe sepse paketimet janë nga më të ndryshmet, ndaj atë vogla edhe sipas përmasave të vezëve, ndaj ju zgjidhni të preferuarën tuaj, jo vetëm për të gatuar, po flasim për ta nisur ditën me vezë. Është mënyra më e mirë dhe më e shëndetshme për ta nisur. Të rritura në natyrë. Moj ti sikur ke ardhur nga kularia. Sepse vezët e freskëta mirë. Ja një përzierje të duhur. Pra vetëm të verdhën, tek pjesa e salsës, që do t'i vendosë sipër ëmbëlsirës, me kos, largoj edhe të verdhën e vezës. E lëmë më njanë këtë proces, ndërkohë vijojmë me pjesën bazë kryesore, siç thamë, për të eliminuar këto kokrizat, cilat hiqen shumë kollaj dhe meteli rrahës. Ne do t'i bjem pak më shkurt dhe do të përdorim blenderin e dorës, që ta përfitojmë atë trajtën kremoze të lëmuar, delikate të kremit. Ndjes për zhurmën, por këto janë pjesë të domosdoshme të kuzhinave tona që ku gatojmë supën, ëmbëlsirat e me radhë. Përse veprova kështu? Sepse të gjithë mund të ndodhe një gjë e tillë. Pra asgjë nuk është, ne e komandojmë
gjithçka, kuzhinën, gjithçka. Pra, unë e lash, më kokrizua, i dhash masën jo të duhur të ujit, ishte uj akoma edhe më i nxehtë, dhe për të shpëtuar këtë gjë, normalisht, bëjmë këtë veprim. Super tani. Do të marr edhe pakës vaj, sepse mua më duhet tamam masa e duhur. Ele të tillë. Me të gjitha unë, mbarova. Do të shtoj një mas sheqeri më të duhur, masën këtu, dhe Mbetet që ta shtrojmë në tepsi. Mënjan, dhe e lë mënjan. Unë vërtet mora një tepsi më të madhe, gjë që e pas kam futur sërish brenda. Okej, kjo është. Ajo është e voçkël. Dhe i largoj dhe marr. Opa, vetëm bajamet. Tek bajamet. Ato nga uji nxehtë direkt kanë lëshuar atë ngjyrën kafe. Do t'i shtypim, do t'i presim në copa të vogla. Po të duam janë të gatshme, po të duam ne i presim vetë me thik. Dhe unë jam gjithmonë që po të duam ne, në bazë të kohës që ne kemi. Për aq kohë të pakët që unë pata, shisa u zbutën. Gati, i kemi coptuar një pjesë të bajameve për t'ia shtuar masës së ëmbëlsirës tonë. I shohim pak i hëngri gjysmat. Jo, me thënë drejtë një copë çokoladë zezë. E shijoj me kafe, por më rezervo ca bajame. 5 deri në 10 kokra në ditë janë shumë të mira, dhe di që është më mirë të më mirë. Tani ekspertët, si që thonë, darkë, mëngjes arra, darke, ljumë bajame, ose e anasjeltas. Nëse çëndsi ka rëndësi ka që të marrim yndyrën atë tyra të mira, vlerat që ato kanë. Përbërësit e recetës, një ëmbëlsirë e shpejt me një seshte dhe me bajame. Pra ju duhet një seshte 350 gram, 300 gram sheqer, 1 litër ujë, 4 lugë gjalp të shkrirë, 80 ml vaj ulliri, 80 gram bajame të pjekura, dhe pjesa e sipërme do të përgatitet me 1 lugë një seshte, 2 lugë kos dhe 1 lugë çaj sheqer. I bashkoni, rihni, përzjeni mirë përbërësit dhe më pas ja shtroni në pjesën e sipërme pasi të jetë pjekur paksa. Tani e gjithë masa kalon në tepsi bashkë me bajamet. Pra të 350 gram një seshte, 300 gram sheqer, po të doni ju e bëni pak më pak. Masa zë vënd në tepsi vetë, dhe vendosim si që është në furrë për të pjekur, në i furrë të parangrohur, si që dim gjithmonë në 200 gradë Celsius për të pjekur ëmbëlsirat tona. A, do t'ja shtosh tani këtë salcën, këtë pjesën... Okej, si që kisha një përshtypje që bëjmë, si që bëjmë atë pandi Spanjën që i shtojmë atë salcën sipër, por është tani momenti për t'ja shtruar në sipërfaqe, përzierjen me kos, një seshte dhe sheqer për të ruajtur dhe ëmbëlsirën e duhur, por ajo duke qenë se mpikset, pjesa poshtë nuk është se është e rrezikshme për deportuar. E gjitha do të piqet derisa të marrë atë ngjyrën e kuqeremt, që i duhet një ëmbëlsire për të marrë formën dhe bukurinë, po edhe për ta shijuar, për ta kulluar dhe për ta shijuar më fund, se mezi po presim diçka të ëmbëlsot. Siç ndodh rrallë tek ne, por që edhe kur gatuajmë ëmbëlsira i referohemi tonave të traditës. Sheqer, tani do ta them pak më, siç është e kremi brule që kërkohet të karamelizohet ky sheqeri sipër që jep atë ngjyrën e bukur. Se ju pretenduat që të ishte e verdha e vezës, që ose unë shtoj një veze. Dhe me këtë mas, normalisht, sheqeri sipër i jep atë ngjyrën e duhur.
konsumojnë një copa të vogla. Edhe? Po. Mos më katoni shumë. Ah, më kati sa jam më lësh. Më kati të ëmbla. Si tha shumë pëmaj. Shumë pëmaj tha që të gjë. Nëse unë dua, vërtet ta vërtetoj këtë gjë, do të vë gishtin mbi plak. Do unë do të ha një copë tamam të dur, që të kuptoj nëse më bën dëm apo jo. Dhe me mëkatin e ëmbël shkojnë jo në purgator, absolutisht jo. Tek furra. Në furrë, më keq. E pjekim në furrë dhe vim me recetën tjetër. Çfarë do na gatuash për drek një herë? Pa le kjo është shumë. Një brek shpejt, një brek tigane, ja.